Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Bashkia e Lushnjës ndan përvojën në zhvillimin ekonomik lokal, sidomos në sektorin e bujqësisë, me bashkit Dibër, Berat dhe Memaliej në kuadër të programit peer-to-peer të OSBE-s. Në sallën e Këshillit Bashkiak të Lushnjës u zhvillua një takim në kuadër të nismës peer-to-peer, me pjesëmarrjen e kryetares së bashkisë Eriselda Sefa, ambasadorit Michel Taran, Elton Qendro, përfaqësuesi prezencës së OSBE-s në Shqipëri, si dhe përfaqësuesve të bashkive Dibër, Berat dhe Memaliej. Në fjalën e saj, kryetaria Sefa prezantoi përvojat dhe praktikat e bashkisë Lushnjë në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, me fokus sektorin bujqësor, këshillimin teknik për fermerët, shkollat e fermerëve dhe krijimin e shoqërive të bashkëpunimit bujqësor. Shumë faleminderit ambasadorit i cili na u bashkua në këtë takim dhe që patjetër që na mbështet në këtë projekt. Lushnja, besoj ashtu si të gjithë e dini, është një bashkim me potencialin më të madh në bujqësi. Dhe pikërisht ne jo rastësisht kemi menduar kur aplikuam që të ishim mentor pikërisht në ekonominë qarkulluese. Si bashki mentoruese e këtij programi, Lushnja ndau modele konkrete që kanë ndikuar në rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e komunitetit lokal. Nga ana e tij, Elton Qendro, përfaqësuesi prezencës së OSBE-s në Shqipëri, foli mbi rëndësinë e këtij projekti, duke theksuar rolin e shkëmbimit të përvojave mes bashkive në forcimin e qeverisjes vendore dhe rritjen e kapaciteteve administrative dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal. Zhvillimi i këtij projekti është në 3 shtylla kryesore. E para do të zhvillojmë instrumenta praktik për bashkitë, të asistuar ato, mjetet aplikueshme. Do të krijojmë një bashkëpunim ndërinstitucional ose bashkëpunim ndërbashkiak mes bashkive, dhe patjetër shkëmbimi përvojave mes bashkive. Dhe pikërisht jemi te kolona e 3 ose te shtylla e 3 e këtij projekti, që duam të shkëmbejmë përvojat mes bashkive. Por çfarë është konteksti i platformës peer-to-peer ose shkëmbimi eksperiencave? Në fakt, ne kemi parë shumë aktivitetet tona në shumë fusha të ndryshme, mjedis, qeverisje vendore, shërbime. Ne kemi parë që ekzistojnë praktika shumë të mira, modele shumë të mira me të drejtën, nga të cilat shpesh ose i dim ose janë shkalojmë ose nga një mendojmë që nuk ka praktika të mira, por në fakt nëse flet në bashkitë, shkon në terren, shikon që ka praktika të mira pozitive. Gjatë takimit, përfaqësuesit e bashkive Lushnjë, Dibër, Berat dhe Memaliej shkëmbyen eksperjenca dhe diskutuan mbi sfidat dhe mundësitë e zhvillimit vendor, duke identifikuar praktika të suksesshme që mund të zbatohen në komunitetet e tyre. Aktiviteti u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërvendor dhe krijimit të zgjidhjeve konkrete për zhvillimin ekonomik dhe social të bashkive pjesëmarrëse. Po punonte në Ullishte, humbi jetën aksidentalisht 65 vjeçari në fshatin Garunjës. Besnik Hasalla, 65 vjeç, banor i fshatit Garunjas në njësinë administrative Ballagat, Bashkia e Lushnjë, ka humbur jetën aksidentalisht. 65 vjeçari ka qenë duke punuar në pronën e tij të mbjellë me ullinj në një zonë kodrinore të thepisur. Pasi ka nisur të punoj për të frezuar Ullishten, mjeti bujqësor ka dalë nga kontrolli në dishez. Më pas, mjeti është përmbysur për shkak të pjerësisë, duke e zënë poshtë dhe për pasojë Hasalla ka humbur jetën. Në vendngjarje ka shkuar ambulanca që ka përcjell trupin e të ndjerit për në morg dhe grupi hetimor për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë. Sipas burimeve nga grupi hetimor, mjeti ka dalë nga kontrolli për shkak të terrenit të pjerrët. Brenda një harku kohor prej 2 muajsh, ky është rasti i tretë ku aksidentet me mjete bujqësore kanë rezultuar fatale për jetën e fermerëve drejtues të këtyre mjeteve në Lushnjë. Divjaka pret sezonin veror me kushte të përmirësuara. Plazhi ofron më shumë siguri, pastërti dhe atraksione për pushuesit. Prej 22 majit, Bashkia Divjak ka çelur zyrtarisht sezonin veror në plazhin e Divjakës. Janë pothuajse 7 kilometra vijë bregdetare e cila shfrytëzohet nga pushuesit që prej vitesh frekuentojnë këtë plazh. Ata janë kryesisht banor të zonave përreth Divjakës, Lushnjës, Dimalit, Kuçovës dhe Elbasanit. Plazhi i Divjakës është kryesisht plazh ditor, pasi prej vitesh këtu nuk janë zgjeruar kapacitetet e hotelerisë, të cilat janë të kufizuara. Bashkia e Divjakës këtë sezon veror në kuadër të masave ka pastruar të gjithë vijën bregdetare dhe ka vënë në punë një makinë teknologjike që pastron çdo mëngjes sipërfaqen e vijës bregdetare. Në zbatim të vendimit për plazhet publike, në Divjak janë ndërthurur hapësirat publike me ato të shfrytëzuara nga operatorët privat.
Gjithashtu është garantuar energjia elektrike për të gjithë bizneset. Në bashkëpunim me bizneset private dhe bashkinë janë vendosur edhe kullat e vrojtimit për sigurinë e pushuesve. Punojësit e ndërmarrjes së pastërimit pranë bashkisë Divjak janë prezent gjatë gjithë ditës duke pastruar mbeturina dhe larguar ato në vendet të caktuara. Krahas këtyre ka nisur shërbimi mjekësor në qendër shëndetësore në plazhin e Divjakës që prej nisjes së muajit qershor. Pushuesit, megjithëse të pak në numër, shprehen se kushtet janë përmirësuar së tepërmi krahasuar me vite më parë. Kushtet janë shumë të mira, plazhi është pastër, pastrohet mjes për mjes, dhe kushtet janë në favorin tonë. A ka zonë publike? Po, janë të përcaktuara zonat publike, zonat private, janë të përcaktuara. Ka zona për ne publike, ka dhe klubet i kanë pjesën e tyre. Pra, pushuesit kanë mundësi të zgjedhin çfarë? Të zgjedhin çfarë kanë qefin, si ta kenë atë. Ne pensionistat ne të rredhum, se vim dhe për hallet tona, se jemi në reumatizëm. Si vjet është goxha më mirë, bashkia ka marrë goxha masa, rera është situr në mënyrë perfekte dhe besoj se pushuesit të vit do jenë shumë të kënaqur. I mirëpresim të gjithë. Më mirë se sa vjet. Më mirë. Është më mirë. Çfarë është përmirësuar konkretisht? Pastërtia, kjo vlen për plazhin. S'ka asnjë lloj mbeturine, s'ka asnjë lloj gjallë dhe plazhi publik është mjaft mirë. Shumë herë më mirë se vjet. Divjaka është në mrekulli, Divjaka është vend i jashtëzakonshëm. Njerëzit në Divjak janë shumë mikpritës, shumë mirë. Çfarë duhet tjetër? Deti, dielli. Po patjetër, 2-3 muaj vit po pensionist jam. Vendi kurin publiku është shumë mirë, më i mirë se vjet. Shumë i pastër, shumë i mirë, gjithçka mirë. Edhe tualetet e këtyre nuk janë keq, se s'ka pas fare më përpara, po nuk janë keq. Divjaka përveç plazhit ofron për pushuesit dhe atraksione të tjera, si shëtitja me varka në lagun, ecje në brendësi të pyllit, si dhe qendrën e vizitorëve dhe kullën 360 gradë. Mbi 20.000 hektar tokë janë pa ujë prej 35 vitesh në njësitë administrative Zharrës të bashkisë Patos dhe Strum të bashkisë Roskovec. Fermerët kërkojnë rikthim të sistemit vaditës. Rreth 20.000 hektar tokë bujqësore në njësinë administrative Zharrës të bashkisë Patos dhe Strum të bashkisë Roskovec vijojnë të mbeten pa ujë për vaditje prej më shumë se 35 vitesh, edhe pse zona rrethohet nga burime të shumta ujore dhe ka 2 rezervuar, atë të Zharrës dhe Kurjanit. Vetëm në Zharrës rreth 600 familje jetojnë kryesisht me bujqësi. Disa kanë hapur puse me shpenzime të mëdha, ndërsa të tjerë janë detyruar t'i lënë toka djerr pasi nuk përballojnë kostot. Ata thonë se mungesa e ujit ka ulur prodhimin dhe të ardhurat. 20 vjet. Të s'kemi vaditu. Kur kishte atëre, kishim plot. Vadisim mishet, mbil më hallor, edhe besh. Tashi nga qielli. Pse, çfarë ndikoi? Ha? Pse kjo situatë? Po s'kishte, kush kishim përgjithë të ujtë. Ju nga furnizoheshit me ujë? Rezervori, ku kishte, tashi s'ka. Nëse kemë bërë në i pusë atit e toka, do vadisim. Bëm. Kryeplaku i fshatit Abedin Hoxha kërkon ndërhyrje urgjente duke theksuar se rezervuari i Zharrës nuk mund të furnizojë tokat për shkak të amortizimit të plot të rrjetit vaditës. Shikojmë që rezervuari është me ujë. Tani ne ju lutemi në institucioneve shtetërore ku që ka në mbikëqyrje që të vinë, të hapin portat që janë të bllokuara, edhe këtë pjesë ujë që ka, të harxojmë, të vadisim në fermerët. E njëjta situatë paraqitet edhe në Luar, pranë rezervuarit të Kurjanit. Fermerët thonë se prej vitesh kërkojnë investime për rikthimin në funksion të kanaleve vaditëse, por pa rezultat. Kemi mbi 10 vjet që nuk merr asnjëri pikë ujë nga liçeni. Nëse më përpara neve mbillim misrin dhe vadisnim deri në 3 herë, merje prodhim deri në 10 kujtal për 2 lyp. Sot, po nuk rana Perëndia, do mash apo s'do mash një 3-4 kujtal për 2 lyp.
Agronomi Ardian Rama e cilëson paradoksale që një zonë e pasur me burime ujore të mbetet pa sistem vaditës. Sipas tij, investimi i fundit i rëndësishëm është bërë në vitin 1993 dhe që prej asaj kohe infrastruktura është degraduar plotësisht. Për kaq vite këtu nuk është bërë asnjë investim për këtë zonë. Që pa ujë nuk ka jetë. Nëse nuk ka ujë, edhe s'është një vit apo dy, kanë ardhur të gjitha partitë politike, kanë thënë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, kaq vite nuk është bërë asnjë investim. Edhe kjo zonë nuk vaditet. Mes ujrave, që ujrat këtu janë me bollëk, biles këto zona, duke filluar nga zona e Stamaticës, zona e Korçanit, u mbytun serat gjatë dimrit. Edhe sot që flasim, uji në Seman është me bollëk. Investim zero, asnjë investim. Mungesa e vaditjes po ndikon jo vetëm në uljen e prodhimit bujqësor, por edhe në zbrazjen e fshatrave. Fermerët presin që pas dekadash premtimesh të kenë më në fund një investim konkret për rikthimin e ujit në tokat e tyre. Përplasje e ashpër mes kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Balla dhe kreut të Partisë Demokratike Berisha ndodhi sot për protestën në Kuvend. Seanca plenare në Kuvend u shoqërua me tensione dhe përplasje të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Debati më i ashpër u zhvillua mes kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Balla, duke i quajtur Berishën pelikani i fundit, deklaroi se ai nuk mund të flasë në emër të protestuesve, duke kujtuar edhe qëndrimet e mëparshme të tij ndaj protestës. I fundit në këtë sallë që mund të flasë në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Në replik, Berisha u shpreh se protesta është një ndër më të mëdhat që ka njohur vendi dhe ftoi demokratët të marrin pjesë masivisht. Ai theksoi se nuk do tërhiqet nga mbështetja për kauzën e protestuesve dhe se sipas tij asnjë presion apo sulm politik nuk do ta largojë nga parimet që mbron. E garantoj çdo shqiptar se ajo protestë është protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria, dhe se demokratët janë të ftuar të marrin pjesë masive në këtë protest, dhe se kur klith thirrje të opozicës apo grupusklave të George Sorosit nuk mund të më impresionojnë mua dhe nuk mundet kur të më devjojnë të mbroj kauzat që besoj. Ndaj dhe unë do të mbroj gjë në fund kauzën e asaj proteste. Kuvendi sotëm ka zhvilluar punimet mes ndërprerjeve dhe toneve të larta, duke reflektuar klimën e tensionuar politike në Kuvend. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.